Përshëndetje, jemi në emisioni 05, shpresoj që jeni mirë edhe këtë të shtunë dhe këna si veçantë që po takojmë. Krajmë fillim të emisionin, si çdo herë tjetër, një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besneke, ata janë Bas Market, X.me, Heps, Nea Body Center, Dr. Smile dhe Urban Style, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Tashmë, si çdo herë tjetër, zakonisht në sezonin e 5, emisioni 05 ka përkrahur artistët e rinj dhe edhe këtë të shtunë kemi një të ftuar special. Është Erisi këtu për të promovuar një solo projekt. Këngë nga Erisi mban titullin Për ty dhe kemi këtu në studio. Eris, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që vendosëm me promovu projektin e emisionit 05. Eris, kënga jote e re mban titullin Për ty, na trego si erdhi ideja për këtë projekt. Ideja ka ardhur për producentit, më shumë të për vllavët shumë kanë ndihmu. Edhe që shtek na nis me bë projektin, të studio ka dalë, ja ka nis me bë diçka. Edhe besoj se u bë hit. Na trego me kë ke bashkëpunuar këtë projekt? Bashkëpunimi me Blerën, Blerën ma ban nuk këngën. Domethënë, edhe 2 bashkëpunime me to, si kanë marrë shpejt. Ashtu, po për Blerën do flasim pak më vonë, dalemi tek japim vëmendje projektit Për ty. Ky projekt ka pak ditë nga publikimi, na trego, e tha që është punu në studion e Blerës. Po. Është edhe me videoklip. Si ka shku xhirimi, videoklipi këtu? Këtë kanë shku mirë, kanë hecë këtë sendet mirë. Sa i kënaqur ti, pasi që tash ka disa ditë nga publikimi, cilat janë komentet e para realisht që i ke marrë për këtë projekt? Një kanë këtë komentet mira, shumë dashni unë kanë dhënë populli. E ke prit këta? Ka pak po unë kanë të prit, ama Apo ke prit më shumë? ma shumë s'kom prit me të kallëzu drejt. Në rregull, ndoshta edhe je befasu me kaq. Po, më fasu. Okej, në rregull. E përmende Blerën edhe e dim realisht se keti më parë edhe para këtij projekti një bashkëpunim me Blerën, projekti Sierra. Po, Sierra. E kam një këngë bashkë me Blerën, e kena pas bërë para 3-4 muajve. Ashtu. Edhe ajo shumë mirë ka ecë. Na trego si erdhi ideja për me bashkëpunu me Blerën realisht. Menaxheri jam ka pas llaf adin me menaxherin e ati, edhe ai ka bë adin një këngë te çaj studio ku shkoj shonë me bë këngë. Edhe afërsisht adin veç e kom pa Blerën, edhe ma ka një këngën, ma ka një projektin, edhe unë ka pyet apo din me bë nëse bashkë, edhe normal si kom thonë direkt po. Çfarë ndjenje për ty me bashkëpunu me një artist kaq të madh si Blero? Shumë ndjenje mirë është. E ke menduar ndonjëherë se di që je artist i ri, e ke menduar ndonjëherë që në fillimet e tua do kesh bashkëpunime me një artist në këto pika kaq larta që është në karrierën e tij? Unë nuk e kom prit si kom e bë bashkëpunim me Blerën ose na kanë. Ky sen ja kanë nis vetë si hobi apo din, s'kesha çka me bë, adin e kom pas një kompjuter të keq, isha që aty provojsha me bë diçka. Ky ja kanë nis keq si hobi, nuk e kom prit si kom e bë këngë me na kanë të famshëm, hecëj Blerën apo din, ama kanë ndodhur senet për vetë edhe mirë si kanë ndodhur. E ke dëgjuar më parë Blerën para se të fillosh të mirësh me muzikë? Ja kom ngu këngët edhe adin i njoftu u kanë gjithë, pra gjithë adin ja kom ngu këngë ka pak, ama Për që bashkëpunon me të nuk e ke menduar ndonjëherë? Se kom prit kur, ky sen veç ka si befasi apo din. Po. Kur se kom prit. E dim se edhe projekti me Blerën ka qenë realisht mjaft i pëlqyer. Po për atë projekt, ke marrë komente, si kanë reaguar njerëzit ndoshta me të pon fillimet e tua me një bashkëpunim të tillë? Njerëzve shumë i ka pëlqyer kënga, shumë fansat Blerës tash janë fansat me apo din, pra për mua kanë po din super. Po familjarët si kanë reaguar? Se të bashkëpunosh me një artist si Blero, edhe e dim që Blero nuk është prej atyre ndoshta që ka shumë bashkëpunime. Po, edhe familjarët, adin shumë i ka pëlqyer kënga, se nuk është ndaj far këngë për shembull për rrugë ose adin është këngë e mirë sa me thonë, nuk shohin to, është këngë se mund me qitë gjithka dhe me gjithkana, po din. Po, me dëgju me këdo që je. Qashtu. Në rregull, përmendet pak më parë që do kesh bashkëpunime prapë me Blerën. Po, apet kam e pas bashkëpunime me to, edhe 2 projekte i kam me to. 2 projekte, janë të punuar të finalizuar gjitha këto? Hala janë të bë projekte, tina të punun to, klipet hala kanë më bë. Ama jena të punun sa jena të mujt. Erez, apo më tregon pse ka shumë bashkëpunime me Blerën? Se Blero, ka din si ja kom nis me muzikë, Blero ka një pari si ka dash më ndihmu, si ka dash ma dhon mu shansën
për me mujt me bo diçka me muzikë, apo din mos t'i shkom, a din mos t'i kisha pas për krajnë e vlerës, s'kisha mujt më ardh kaq shpejt këtu. Pra, unë besoj se është veç u ndihmon shumë në karrierën time. Ashtu, e the që pa përkrojen e vlerës ndoshta nuk do ishin këtë pikë ku je. Po. Unë realisht e kam pyetjen çka mendon artistat e ri, a i ndihmon në ngritje karrierës bashkëpunimet në fillim? Unë besoj se nëse ti punon në çdo zanat fort për diçka, ti si a din ki me pas sukses, pra a je me dikant famshëm, ajo s'ka gajlë, veç do të me punu non stop, me provu me nxjerr diçka të mirë, që mund, a din super që s'mund. Do me thonë të kjo jotja ta kuptojmë, që në rast se është produkti i mirë, projekti i mirë, Po. atëherë shitet, si solo, si bashkëpunim. Si solo, si bashkëpunim. Unë që ashtu besoj. Edhe në këtë zanatat, nuk është veç në muzikë, besoj se Kudo që fokusohesh, nga Qashtu. punë me arrit diçka, normalisht që e arrin. Erez, na trego çfarë moshe je realisht tash? 17 vjet i kam. 17 vjet. 17 vjet. Si është shë realisht botën e showbizit, e dim se është goxha vështirë, edhe dim që ka shumë konkurrencë. Ti si po e sheh? Jem fillim mende si po duket kjo bota e showbizit? A din, unë nuk mirë në fort me artistë atjerë, provoj me këqyr veten, jam të provu me bo projekte sa jam të mujt, se i pëlqen pop të fonsa, nuk jam të mirë fort me këngëtarë tjera, apo din. Do me thonë je fokusu në vete dhe vete. po punon në studio. Vend studio jam detonat. Detonat, këtu Detonat disha të studio. se sa po qëndron në studio? Ke ndonjë orar apo si funksionon? Pa oran është, më mja njës nështë ditën, veç kur të bëhet me ngjes, apo din, pra, qa shpejt hec, të provu me nxjerr një projekt, një vi melodike, diçka, hec dita shpejt, apo din. Eres, falem për bashkëpunimet me Blerën, mirë po më po du me të pytë, realisht, ke ndonjë plan me ndonjë artist tjetër, artiste femër, ose me kë e vetën që kështë mujnë me bashkëpunu? Kisha mujt me bashkëpunu me Melinda Ademi. Do me thonë edhe me një ndër raperët më të mira shqiptare. Se e kena mbi emrin e njëjtë, Vetëm shkokim mbi emrit. vetëm shkokim mbi emrin. Në rregull, apo më tregon e vlerëson, se po besoj këto po e the me shako, si artiste. Si është e Melindën? Unë besoj se artiste shumë e mirë, ka shumë talent, nuk ka shumë si Melinda, s'besoj. Ashtu, do me thonë është e veçanë stilin e saj. Shumë veçantë ka stilin, muzika saj mu më pëlqen. Po, i përmende femrat, do me thonë tek femrat, pjesa e femrave e përmende Melinda realisht e përzjodhe. Mirë po nëse të pës me ndonjë mashkull, reper. Me kë e kështë po vetën që përshtatesh në stil? Unë e kisha mujt me bëna i bashkëpunim me Butën, Butën. se reper vetë më pëlqen shumë muzika ti, zhandri ti. A din çfarë stilit muzikës ban ai, besoj si kisha mujt me përshtat me ata. Je goxha e ri në moshë dhe Buta e dim që është goxha një kohë gjatë në tregun tonë. E ke dëgju, nga cila ku ke fillu me dëgju Butën? Pës jam fëmi, që shumë moti nga... Prej që je fëmi, bjen që nga fillimet e Butës me dëgju. Po, ka fillimi Butës, ja ku me nisë me ngu, se vlav jam e ngajke, a ta një mu, a dinë më pëlqejke, pra edhe në ngajsha, edhe jenë atë një qytetit, pra edhe për që ata, Edhe kjo do me thonë. po, Ti për lidh me qyteta me mbi emra, do me thonë, kejt, do në me u përshtot çdo herë me vetën. zden. Në rregull, e përmende Butën. Buta është nga qyteti Joni Ferizajt, edhe unë po du me të pyetin, qytetin e Ferizajt ka edhe artista tjerë, repera tjerë, është Getenjo, Moziku, Dëtuni. Përveç Butës që e vlerësuve, prej këtyre tre emrave tjerë që ti përmenda, kë e vlerëson ndoshta se kë e sheh më lart në muzikë? Si pas te e çdo herë? E shë vetën, jo vetën, po unë e shë Dëtonin, Dëtonin. çdo këngë gati e ka, çdo këngë gati e saj ka 10 milion plus gati, pra, a din hala shumë i madh është, edhe besoj se për treg Kosovës ai është shtashti për momentin jo të më të dhajve. Do me thonë prej artista Ferizajas përveç Butës e vlerëson edhe reperin Dytan. Po. Në rregull, Eres, të kthehemi tek ti. Po du me të pyet, na jemi në muajin mars edhe pra fillimi i vitit. Çka ka plane e risin për vitin 2025? Çka do të kemi të reja përveç atyre bashkëpunimeve që i përmende? E kena dhe projekte të ardhë, ama s'moj shumë e kallëzu se nuk kena la sigurt kur kena me qitë e qysh, ama e kena një 2-3 projekte po, a din kena me pru senin 2025, në senet mira besoj mund me dalë shumë mirë edhe...
Në rregull, ti e the që 2-3 projekte. Unë po besoj që 2-3 projekte ndoshta janë në fazën përfundimtare, se duke u bazuar në ato që the që ndron shumë gjatë në studio. Po besoj që ke edhe demo të punuar edhe ndoshta më shumë projekte. Për mi 20-30 demo i kam, ama na i marrëm 2-3 demot më të mirë Ashtu. dhe bëjna projekte. 2-3 demot më të mira. Sa është e vështira e përzgjedhja, se kur i punon 20 projekte, unë po besoj që gjithë secili ty duket i mirë. Sa është e vështirë me përzgjedh me thonë që ky projekt është për këtë kohë. Këtu sen një ban menaxheri, edhe adin e një kohën e mirë kur me qitë një kongë, për shembull nëse është një kongë e verës nuk më me qitë dimi. Normale është. Këtu sene. Ama menaxheri ketë këtu sene i këqyr. Po, eres di se punon edhe me videoklipe çdo herë thuaj se sa po janë të lodhshme, të mundemshme për ty si një djalë i ri. Shumë të lodhshme janë videoklipet. Mas shumë të pretendojnë me bë vetë videoklipet se muzikën me bë, a din s'përtas një tro, baj me keq qef, ama videoklipet për shembull ti marrin 1 ditë, 2 ditë, 3 pa gjon. Ma të mundemshme janë. Shumë mund me bë për videoklipet. Po, mirë po besoj që është shumë i rëndësishëm një videoklip, sepse e pasuron realisht projektin. Me videoklip mund me kallëzu të një historie, unë besoj se pa videoklip me qitë një kongë nuk dhezma, që ashtu besoj unë. Menon që nuk dhez nëse nuk ka videoklip. Veç të me kona e super projekt, për me dhez besoj, ama pa videoklip, për shembull ki njerëz si hin ta këqyrin, ama shohin s'ki klip, dalin, apo din? Për që ata pak... A, është e keqe kjo për muzikën tonë? Çka mendon? Edhe pse sipas teje ndodh kjo në vendin tonë? Unë tham se kjo nuk ka sen i mirë, se tash t'i po këqyrin senet ma shumë se sa mungu muzika. Pra, adin të mungu muzika ma shumë, mos me këqyr femnat, klipet, kerët. Do me thonë edhe ti je prej atyre që mendon se në vendin tonë audienca fatkeqësisht më shumë po i shikojnë ndoshta zhveshjen në një modeleje, një kart mirë ose diçka çfarë do të qoftë. Po çashtu, Ndërsa nuk po e vlerësojnë produktin si projekt ose kush e ka punu kongën, sa është e mirë për vesh ose diçka. Pas pianisme po du me thonë në falë nëse unë keq kupton, nëse jam rrit në Belgjik, edhe gjuhën e flas ma keq. Jo realisht eres të përgëzoj për këtë sepse po flet shumë mirë edhe duke ditë se je rrit atje, nuk po ki ngeci askund. Faleminderit. Unë jam rrit në Belgjik jashtë, Ashtu. edhe adin unë vjen në ranë me fol adin shqip, ama apet se apet gjithë kena fol shqip në shtëpi, pra me arru shqipin s'kisha mujt kur, Ashtu. se në shtëpi gjithë folim shqip, nësë folim kur holandisht. E mirë kjo. Pa, Eres, po du mu ndalë edhe pak te pjesa e teksteve. Po. Na trego i shënon vetë. tekstet të holandisht vetë i shkruj, ama tekstet këtu... Shqip ndoshta peki pa më problem. Pra, ama adin në ekip i kam tekst shkruas të mirë, ata më ndihmojnë shumë se pa ata s'dia a kisha mujt me bë. Ashtu, so po është e vështirë, tash flasëm për gjuhën holandeze, e the që na gjuhi shënon vetë. Po. Sa është e vështirë për ty si një 17 vjeçar me shënu një tekst të plot? Holandisht a shqip? Holandisht. Holandisht se kam problem hiç. Muj me bë, për shembull, më vjen një ideja nisi me shkruaj tekstin edhe përfundoj apo din. Ama shqip për shembull e kam ma problem me shkruaj tekstin se këtu kurse më ka në shkollë. Ashtu. Pra e kam ma problem. Po, e dim se reperat zakonisht i shënojnë vetë, apo mundesh atu tekste nga gjuha holandeze me i përkthy në gjuhën shqipe për shtatën apo është ma problem? Ma problem është se s'mujnë ketë më përshtat holandisht në shqip. Dëse në për shembull muj me thonë holandisht, shka s'mund me kuptu në shqip, për që ata është ka pak si problem. Po, res unë po du më ndolë edhe pak krejnë në fund të intervistës, tregëm plut nga pse vendose, ndoshta me u kthy në Kosovë edhe me punu me projekte shqip, kur po e thu që shënon holandisht edhe... Unë e kam azër, adin me knu shqip edhe ma mirë knej holandisht, ama unë nuk isha dasht, adin nuk e shoh vetën holandisht të knu në të ardhmen. Unë e veç shqip kisha përvu me ba diçka me karierë, se holandisht se kisha pa vetën. Edhe do me thonë target audienca jote janë shqiptarët, Kosova, Shqipëria. Kosova, Shqipëria, 100%. Në rregull. Eres, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që ishe në studion e emisionin 05. Faleminderit shumë edhe për juve. Ishte emisioni 05, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për sonte. Deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.